Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kandidati për deputet Blendi Himçi kanë denoncuar një skandal të rënd elektoral në fshatin Pekish të Elbasanit, ku pretendohet se janë zbuluar materiale të palishme zgjedhore në bar kafenen e Dervish Beqirit, vëzhguesi i Partisë Socialiste në zonë. Sipas denoncimit në ambientet lokalit janë gjetur flet votimi, listë zgjedhore, karta identiteti si dhe shuma të konsiderueshme në euro, lek dhe pound, prova që sipas tyre dëshmojnë për funksionimin e të ashtu quajturit tren bullgar, një skem manipulimi votash. Këto që shifni ju janë flet të votimit, listat e votimit të gjetura që e kishin kaluar për disa net shflinin pra në bar kafen e Dervish Ismailit. Tjetër, Dervish Ismaili, Beqiri, se nga trova mirë, Dervish Beqiri është vëzhgues i Partisë Socialiste Bashkia Peqin, KZAZ-ja numër 45, qendrat e votimit numër 2292, 2293. Tani, e shikoni të volinën, plot me euro, karta identiteti, bollek i madh. Kjo është tovolinë e krimit elektoral. Këto janë listat, janë 117 flet lista votimesh me vula. Berisha akuzoi drejt për drejt kryeministrin Edi Rama dhe kreun e SPAK, Altin Dumani, si mbrojtës i këtij krimi elektoral dhe kërkoi krijimin urgjent të një qeverie teknike dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Ai deklaroi se procesi aktual zgjedhor është një farse paracaktuar ku krimi ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e votës, duke krahasuar situatën me zgjedhje të manipuluara në vende autoritare. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krimi i qeverie teknike, zhvillimi zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Nga ana tjetër, Himçi theksoi se në vendin e ngjarjes ka ndërhyrë policia dhe drejtues të prokurisë lokale, të cilët kanë konstatuar praninë e valutave të huaja dhe dokumenteve identifikimi në lokal. Sipas tij, këto janë prova të qarta të krimit elektoral të organizuar, ndërkohë që një pjesë e materialeve mbetet subjekt i hetimit. Opozita shpreh se do të vijojë betejën për të garantuar një proces zgjedhor të ndershëm dhe të lirë dhe për të vendosur qeveri teknike dhe për të risjellë zgjedhje të reja.